Natën e 3 janarit 2023, Roland Susuri shkoi për t'u argëtuar në një klub nate në Prizren. Por muzika u ndërprej pas disa shkrepjeve me armë zjarri, ku mbeti vrar një shtetas i Shqipërisë. Susuri u largua nga vendi ngjarjes dhe i iku autoriteteve. Për këtë arsye, emri i tij u rendit në mesin e personave të kërkuar ndërkombëtarisht në ndyshimin për armbajtje pa leje dhe fshehje të provave. Por para 2 ditësh, ai u arrestua nga autoritetet në Hungari dhe u ekstradua në Kosovë. Pas ekstradimit, i dyshuari u dorëzua njësive përkatëse policore për procedurat e mëtejshme ligjore. Susuri është në mesin e 45 personave të ekstraduar në Kosovë vetëm gjatë vitit 2026, ndërsa nga Kosova drejt shteteve të tjera janë ekstraduar 9 të dyshuar për vepra penale. Krijon siguri juridike sepse mundëson domosdoshmë gjykimin, arrestimin, gjykimin e secilit të person që pretendohet të kenë kryer vepra penale dhe rrjedhimisht kjo ju mundson shteteve që personat që tentojnë apo edhe arrin të arratisen nga drejtësia, për shembull kosovare, atëherë shtetet me të cilat kemi marrëveshje juridike për ekstradim, atëherë ato natyrisht janë të obliguara të bashkëpunojnë me organet e Kosovës. Vitin e kaluar, 61 të dyshuar u sollën në Kosovë, kurse drejt vendeve të tjera u nisën 23. Ky është numri më i madh i ekstradimeve në 6 vitet e fundit. Në vitin 2021 janë realizuar 40 ekstradime, më 2022 52, më 2023 47, ndërkaq më 2024 ka pasur 82 ekstradime. Shtete me të cilat janë realizuar më së shumti ekstradime janë Gjermania, Shqipëria, Italia, Zvicra, Franca e Maqedonia e Veriut. Sfidë mbetet bashkëpunimi me Serbinë, ku po dyshohet se është streha për shumë kryerës të veprave penale e sidomos krimeve të luftës. Ne, si organizatë e cila i monitoron gjykimet për krime lufte, kemi kuptuar shumë kohë më parë që problemi kryesor në procedimin e lëndëve për krimin lufte është ky mosbashkëpunim dhe kemi rekomanduar në raportet tona vjetore, mirë po nuk është gjetë asnjëherë në agjendën e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Për shkak të mos ekzistencës së një marrëveshjeje të ekstradimit midis Kosovës e Serbisë, mbetet në dëshirën e tyre nëse duan t'u përgjigjen organeve të rendit. Për ta menjanuar sadopak këtë boshllëk, të paktën për krimet e luftës kanë filluar gjykime në mungesë. Nuk i ka mbetë diçka tjetër autoriteteve të Kosovës, e kam fjalën në këtë rast për prokurorinë speciale, vetëm që t'i akuzoj ata në mungesë. Sigurisht këto procedura sjellin edhe probleme dhe të lashe tjera. I lirë vazhdon të jetë edhe kryeterroristi Banjskës, Milan Radojčić, ndaj të cilit është lëshuar edhe një flet arrest për vendosjen e barikadave në veri në fund të 2022-s. Njësit e drejtësisë po kërkojnë që marrëveshja për ekstradim mes Kosovës e Serbisë të jetë primare në çdo tryezë dialogu, që secili rast i hapur të merr epilog të merituar.